Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Takohemi sot të nderuar shikues me mua Migena Balla në emisionin ton të 7, një nisëm vullnetare, e cila synon të sjellë tek ju një alternativë të pavarur mendimi në fushën e kulturës, shkencës, historisë, politikës e tjerë. Sot do të diskutojmë një temë shumë aktuale, do të flasim për gjeopolitikën në lindjen e mesme dhe do të përqendrohemi pikërisht në Siri. Do të flasim për luftën, për konfliktin, për palët dhe shumë çështje të tjera që lidhen me këtë luftë. Sot të ftuar për këtë temë kemi dy personazhe të nderuar, kemi docent Muhamet Kajolli, dekan i Fakultetit të Shkencave Sociale pranë Universitetit të Shkencave Politike pranë Universitetit Ndërkombëtar të Strugës. Gjithashtu kemi të ftuar Dr. Olsi Yazexhi, historian. Të dy të ftuarit tanë do të diskutojnë me ne për temën e sotshme. Ju uroj mirëseardhjen si fillim. Mirëllet. Atëherë fillojmë direkt me krijimin e një kuadri dhe një panorame se çfarë ka ndodhur realisht në Siri. Pse filloi lufta në Siri? Lufta filloi në Siri se deshtën të bëhej luftë. Shumë palë. Lufta nuk fillon në rast se nuk duan fuqitë e mba në një vend. Kudo që të ndodhet në botë, nuk do të kishim luftë në rast se nuk duan palët ose palët e fuqive të mba, kryesisht ato globale dhe kontinentale. Në Siri ishin të interesuara edhe palët e mbrëmshme për shkak të pranverës arabe. Doli pranvera arabe dhe si rezultat i kësaj, populli sirian ose elita siriane, ndoshta e pa informuar mirë geopolitikisht, mendoj që do t'ja hedhë lehtë, ashtu siç ndodhi në Tunizi, në Egjipt e kështu me radhë, dhe ata u futën në një konflikt për mësditë me dalë për një kohë të gjatë, u bën 4 vjetë sa 5 vjetë, ndoshta nuk di se kur është fundi i saj. Kështu që lufta filloi nga se ishin të interesuara shumë palë. Ishin ata që nxitën luftën apo? Lufta filloi si rezultat i pranverës arabe, por fuqitë e mëdha e deshtën një luftë tillë dhe duan të vazhdojnë një luftë tillë për interesat të tyre, të cilat do t'i shohim gjatë këtij emisionit dhe ndoshta edhe më gjerë në flasim. Pra sipas mendimit tuaj ishte një mungesë informimi i popullit sirian i cili nisi i frymëzuar nga vendet e tjera arabe, nisi një val konflikti, Olsi, edhe ky është mendimi juaj? Unë jam i mendimit që konflikti në Siri është pjesë e planeve që elita neokonservatore që sot drejton Amerikën thurri pas rënies së Bashkimit Sovjetik. Pas rënies së Bashkimit Sovjetik, duke filluar me presidencën e presidentit George Bush plakut, në botë nuk ekzistonte më Bashkimi Sovjetik, u thyen balancat e pushtetit dhe si pasojë elita amerikane shpalli një plan të ri për dominimin e botës, plan i cili synonte shkatrimin e kombështeteve në shumë rajone të botës dhe që në përfundim kërkonte që Amerika të kthehet fuqia e vetme globale e botës. Këto ide i ka shpalosur qartë Samuel Huntington në librin e tij Përleshja e qytetërimeve, ku ai pak a shumë tregon që në përballjen e madhe globale që Amerika do të bëjë me Rusinë dhe me Kinën, amerikanët përpara kësaj synojnë që të zhdukin dhe shkatrojnë ato shtete të cilat deri në vitet 90 ishin të pamvarura apo më saktë nuk ishin koloni të Amerikës. Ndërsa shtete fjala bie si puna e Shqipërisë, Kosovës, Bosnjës u kthyen në protektorate amerikane pas rënies së Bashkimit Sovjetik, pati shtete
sidomos në për shumë vende arabe, të cilat falë ideologjisë baathizmit apo nacionalizmit arab, ruajtën një farë pavarësie nga dominanca amerikane. Pas rënies së Bashkimit Sovjetik, amerikanët provokuan luftën e parë të gjirit kundër Saddam Husseinit, të cilin më në fund e azjesuan dhe regjimin e tij e shkatruan me luftën e dytë kundër Irakut. Dhe me nisjen e pranverës arabe, elita sunduese amerikane kërkoi që të finalizoj shkatrimin e të gjitha atyre regjimeve arabe të cilat nuk pranonin që të ishin kukulla apo koloni të perëndimit. Siç General Wesley Clark ka deklaruar në një video e cila gjendet edhe në YouTube, gjatë kohës administratës Bush, administrata Bush planifikoi që të kryej një numër ndërhyrjesh ushtarake dhe të shkatrojë një numër shtetesh në lindjen e mesme. Shtete që nga Sudani, i cili u shkatrua dhe u nda në dysh, pjesën kristiane dhe pjesën veriore që është muslimane, u ndërhy dhe u shkatrua Somalia, u dojgj dhe u shkatrua Libia e Muammar al-Gaddafit, më herët si shtam kemi shkatrimin e Irakut, dhe shkatrimi i Siris ishte pjesë i agjendës që elita neokonservative amerikane ka për krijimin e asaj që quhet The New Middle East Project. Ky The New Middle East Project nënkupton që në lindjen e mesme do të shkatrohen shtetet e mëdha dhe të fuqishme, njerëzit do të ndahen mbi baza etnike, fetare, tribale e të tjerë, do kthehen pak a shumë në emirate të vogla, në mënyrë që të dominohen dhe të kontrollohen sa më kollaj nga perëndimi. Siria në këtë mes ishte një nga shtetet kyçe të lindjes mesme, duke qenë vend fqinj me Izraelin dhe duke mos pranuar të nënshkruaj paqe me Izraelin. Siria, ashtu sikur edhe Libia e Muammar Gaddafit dhe Iraku i Saddam Husseinit, ishin regjimet e fundit arabe që nuk pranonin të firmosin me dorën e tyre dorëzimin e arabëve përpara imperializmit amerikan dhe zionizmit izraelit. Siria ishte vendi kryesor që sponsorizonte rezistencën palestineze, Hamasin dhe Hizbullahin, dhe shkatrimi i Siris ishte i një rëndësie parësore për elitat amerikane, të cilat duan që krejt lindjen e mesme ta kthejnë në vende koloniale të tyre. Edhe pse kur është e quajtura pranverë arabe nisi pretendimet e makinës propagandistike perëndimore ishin që ne do rrëzojmë diktatorët, do sjellim demokraci e tjerë, regjimet e vetme që u shkatruan gjatë pranverës arabe, por edhe përpara, ishin vetëm regjimet diktatoriale të Irakut, Libis edhe Siris, të cilat çuditërisht janë të tre vendet e vetme që nuk kishin marrëveshje paqe me Izraelin. Diktaturat e Katarit, diktaturat e Kuvajtit, Arabisë Saudite, Emirateve Arabe nuk u prekën dhe as nuk planifikohet që të preken, pasi që këto diktaturat të tjera tribale arabe janë koloni të bindura ndaj Amerikës, kanë marrëveshje bilaterale me Izraelin dhe pak a shumë kanë dhënë dorëheqje nga rezistenca që arabët nisën të bëjnë kundër projektit të krijimit të Izraelit madh dhe zhdukjes Palestinës, të cilat nisën pas vitit 1948 me krijimin e Izraelit. Pra, lufta kundër Siris është pjesë e kësaj gjeostrategjie të madhe që perëndimi me krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisën pas rënies së Bashkimit Sovjetik dhe që synon shkatrimin e pavarësisë së vendeve arabe. Deshta të ndërhyj pak më këtë, unë e fillova përgjigjen time vetëm Chelsea, vetëm sa ndeza Chelsea, jo ta shpjegoj gjëra gjatë, se çdo ngjarje e ka fillimin, shkakun pse filloi lufta
Pastaj janë shkaqet e ndërmjetme dhe shkaqet e thella. Olsi i përziu gjitha fillimin, ndërmjetmen dhe të thellat pak a shumë, por ndoshta unë nuk jam i mendimit të Samuel Huntingtonit, i cili vërtet se ka një libër dhe i nxit ose administratën amerikane, se jo amerikanët, jo gjithë amerikanët janë jo paqdashës. Një numër i madh i amerikanëve mendoj që është shumë paqdashës dhe ka tregu për shembull në luftën e Koreut, në luftën e Vietnamit, i gjithë populli amerikan është që kundër luftës së Vietnamit edhe dihet rezultati humbja e amerikanëve në Kore, pastaj në Vietnam e kështu me radhë. Por qarqet të caktuara ndjekin një politikë të tillë dhe Samuel Huntington është ai i cili jep disa dhana të cilët do të kemi një përplasje midis qytetërimeve, gjë që është një profesor tjetër, tani më i ndjerë, Fred Holiday, i cili është i specializuar për lindjen e mesme. Ai mendon dhe thotë se nuk do të kemi luftë midis qytetërimeve, por do të kemi luftë brenda qytetërimeve. Meqense qytetërimi ose perëndimorët në përgjithësi e kaluan problemin e tyre me luftën e parë dhe dytë botërore, atëherë do të kemi brenda civilizimit islam, shtetet të cilat do të kenë probleme të kësaj natyre që kanë kaluar më herët perëndimorët ose të krishterët perëndimor, katolikët dhe këta protestantët, ndërsa muslimanët, shtetet muslimane, do të kanë përleshje midis tyre. Ata mendojnë që ka disa sekte, edhe vërtet në botën islame ka shumë sekte, por kryesoret politike janë të ndara në sunni, në shia, edhe tani është edhe një sekt tjetër i gjerë, mund të themi ashtu, dhe janë vehabitët, të cilët i kanë prish balanset e vjetra midis qetësisë ose bashkëjetesës sunnite dhe shiite. Edhe këtu do të kemi, thot, sipas Fred Holidayt, këtu do të kemi disa përleshje brenda për brenda, pastaj këto përleshje mund të vazhdojnë në kontinentin e Indis, e Kinës, e kështu me radhë, përderisa janë shtete me numër të madh gjuhën edhe kontinente. Kështu që ndoshta perëndimorët në përgjithësi, kur tham perëndimorët, SHBA-ja në krye me shtetet aleate të saj të NATO-s, dhe këtu kemi ndërhyrje të perëndimorëve brenda civilizimit islam apo shteteve në konflikt të botës islame, por në rast se do të vija ajo çfarë e mendojnë zionistët se do ta shfrytëzojnë Amerikën deri në maksimum për të ardhur deri në një luftë e madhe e cila është apostrofuar me luftën e Armagedonit. Ajo është pastaj një temë në vete, një analizë tjetër, nuk mendoj që duhet të hyjmë në seri. Unë mendoj që fokusi jonë të ishte pak seria më shumë, brenda për brenda çfarë po ndodh në seri, se nuk mund të ndodh për shembull një luftë me dëshirën e vetëm një paleje. Nëse nuk kemi palë tjetër, atëherë nuk mund të kemi luftë. Për shembull, amerikanët, SHBA-ja, nuk do të ndërhynte në Serbi, për shkak se don Amerika të lufton kundër Serbisë. Po e gjen një shkak. Edhe shkaku ishte Kosova, edhe doli në UÇK-ja, u bën një fërkim midis serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës. Pastaj erdhi ndërhyrja. Këtu amerikanët veç po e shohim ne për shembull se janë shumë skeptik, të paqartë, edhe e ardhmja është e panjohur për shumë elitor të kësaj natyrë që njohin këtë fushë, dhe mendoj që prap ka shumë të thuhet, edhe do t'japim edhe mendimet e të tjerëve çfarë mendojnë, do të kemi një përplasje të tilla apo nuk do të kemi. Disa eskatolog
musliman mendojnë që kjo luftë është afër, lufta e Armagedonit, gjë që edhe ndoshta edhe Olsi mendon sikur Imran se ka emrin Hussein, Imran Hussein. Imran Hussein, ai mendon që lufta e madhe do të jetë brenda këtyre 2 viteve. Sa do të jetë e vërtet, mbetet të shohim, shumë afër, nuk është larg 2 vjet dhe do të vërtetohet nëse është apo nuk është. Unë personalisht ndaj mendimin që nuk është koha e asaj lufte të madhe. Ndoshta do të flasim pak më. Por do të flasim, po. Janë tema secila në vete që don orë të tëra, kështu që Po, do ardhmë në një luftë të madhe sigurisht ishte një temë vete. A mund të flasim tani për palët në botë? Cilat janë ato? Çfarë mbështetje ndërkombëtare ato kanë? Kush është secila për tyre? Çfarë interesi kanë? brenda Sirisë gjithmonë. Brenda Sirisë gjithmonë fokusin e kemë Unë Palët paka shumë dihen, Amerikanët me luftën që kanë nxitur më së fundmi në Siri, ashtu sikur në Jugosllavi janë munduar që të përdorin këto kartat etnike dhe fetare. Mbaj mend përpara 2 vitesh kur isha në Durrës në plazh, më pyet një vajzë, më thotë, çfarë janë këta sunitët e shitët që e vrasin njëri tjetrin? Kaq të këqij që nga këta muslimanët që therrën e pritën kështu. I gjetur pak keq si t'ia shpjegoja kësaj vajze që kjo nuk ka lidhje me Islamin, i thash janë aq të keq, i thash sa serbët edhe kroatët. Ai më thot mua, po pse thot? I them serbët e kroatët janë pothuajse njëjti popull, flasin një gjuhë. Diferenca e vetme që kanë është një grup është katolik, grupi tjetër është ortodoks. Por çfarë ndodhi gjatë shkatrimit të ish Jugosllavisë? Perëndimi u bë me njërën palë, katolikët, që ishin kroat, kundër një palë tjetër që ishin ortodoksët, që ishin serbë. Dhe e njëjta gjë po ndodh edhe sot në Siri. Aleatët kryesor të Amerikës në lindjen e mesme, që janë sauditët pas Izraelit, siç e theksoi edhe Muhamedi më herët, janë duke përdorur këtë fen e re që ata propagandojnë në botë, vehabizmin, si një ideologji përçarëse dhe ideologji tekfiriste, nëpërmjet të cilës ata janë duke i nxitur masat e besimtarëve musliman që të vrasin njëri tjetrin. Sot në Siri po ndodh pak a shumë ajo që ndodhte në Evropë në kohën e kryqëzatave, që nga koha e Pap Urbanit edhe më pas, kur katolikët ishin aq fanatik dhe i urrenin aq shumë të krishterët e tjerë, ortodoks edhe armen, sa që shkonin, i vrisnin, i përdhunonin, u digjnin kishat e tjerë dhe kërkonin me çdo kusht që t'i kthenin në fenë e vërtet që ata mendonin që ishte katolicizmi. Sot Siria është kthyer në një Francë në kohën e Shën Bartolomeut, kur katolikët çoheshin dhe therrnin hugenotët dhe protestantët. Dhe forca kryesore që po krijon shumicën e luftës në Siri sot janë forcat fanatike vehabiste, të cilat sponsorizohen nga Arabia Saudite, nga Katari, në disa raste edhe nga Turqia, Emiratet Arabe, të cilat domethënë kërkojnë që të krijojnë një regjim vehabist në Siri. Edhe pse në shumicën e rasteve vehabistët e portretizojnë veten e tyre si sunit, njerëzit që din historinë e perandorisë osmane e din shumë qartë që vehabistët luftët e para të tyre që i bën me krimin e mbretërisë së parë saudite, edhe të dytën, luftrat e parë i kanë bërë kundër vetë sunitëve hanefi. Kur u krijua mbretëria Osmanëve, po muslimanëve hanefi që ishin turq edhe shqiptar edhe bosnjak, ata arritën njëre i kosa që edhe bllokuan haxhin, i kapnin muslimanët sunit që vinin nga Ballkani dhe i vrisnin, sepse i qunin qafira, i qunin pa fe. Sepse sipas sektit vehabit, i cili është feja zyrtare e Arabisë Saudite,
të gjithë muslimanët e tjerë të botës janë qafira, janë të pa fe, dhe sipas ideologjisë tekfiriste vehabiste, që një musliman të jetë musliman i vërtet ose duhet konvertohet në vehabizëm ose duhet vrarë. Dhe kjo ideologji, të cilën sultanët Osman, por edhe pashallarët dhe vezirët shqiptar e zhdukën me forcë. Këtu mund përmendim Mehmet Ali Pashën, sundimtarin shqiptar të Egjiptit. Familja e tij ai çoi bëri disa fushata kundër shtetit të parë dhe të dytë vehabist, duke çuar djemtë e tij Tosun Pashën edhe Ibrahim Pashën, dhe derisa e dogji Riyadin dhe qendrat e vehabizmit në atë kohë. Kjo ideologji, të cilën ulemat e Islamit e dënuan në kohën e kalifëve Osman, që prej krijimit të shtetit të Arabisë Saudite tashmë përdoret si një farë arme që Arabia Saudite e përdor për të kërcënuar fqinjet e saj. Në rastin e Sirisë, çfarë ndodh është që Arabia Saudite me tash të quajturit ulemat të saj, njerëz si sheiku terrorist Adnan El Arur apo disa të tjerë, trushplan dhe indoktrinuan me mira besimtar musliman në gjithë botën, ndër tjerë edhe nga Shqipëria, Kosova, Bosnia dhe gjithë Ballkani, dhe u thonin që duhet shkonin në Siri që të vrisnin alevitët, nga që ata janë qafir, apo edhe ata musliman sunit që duan shtetin sirian janë qafir, dhe duhet të instalojmë një shtet vehabit. Pra, palët ndërluftuese që janë sot në Siri janë disa pala kryesore që bëjnë edhe trupin e organizatave terroriste janë vehabitët, të cilët janë të organizuar përreth organizatave terroriste si ISIS apo i njohur ndryshe si Daesh, Jabhat al-Nusra dhe disa organizata tjera. Kemi grupacione Ikhwan al-Muslimin, organizata që duan të krijojnë një shtet modern islam. Kemi pastaj ushtrinë siriane, e cila mbron shtetin e saj. Kemi grupe minoritetesh fetare të krishterë, alevit, Ismaili e të tjerë, të cilët janë të tmerruar nga krimet që vehabistët bëjnë kundër tyre dhe që pak a shumë mbështetin shtetin e Sirisë. Dhe kemi edhe shumë sunit, me në krye rahmetli Sheh Ramadan al-Butin, i cili ishte një nga ulemat më të mëdhej të islamit sunit, por që u vra nga vehabitët, që e mbështesin shtetin sirian dhe duan që ta ruajnë atë. Por puna është që konflikti në Siri nuk është vetëm konflikt mes muslimanëve dhe të krishterëve, mes arabëve me njëri tjetrin, por është një konflikt shumë i madh gjeopolitik, ku shtetet rajonale, siç është Turqia, Arabia Saudite, Irani, Katari, Emiratet Arabe, Libani, kanë ndërhyrë për interesat e tyre. Dhe në të njëjtën kohë kemi edhe perëndimin me krye Amerikën, që donin me dëmos ta shkatronin regjimin bathist të Bashar al-Assadit dhe të instalonin një regjim kukull. Dhe në anën tjetër kemi Rusin, e cila për interesat e saj gjeostrategjike dhe në veçanti bazën ushtarake të Tartusit në Latakia që Rusia ka, që është baza më strategjike që Rusia trashëgoi nga lufta e ftohtë, nëpërmjet të cilës ajo dominon gjithë Evropën, po bën luftë maksimale që ta ruaj regjimin sirian. Pasi tek e fundit fare kjo luftë nuk është një luftë mes sunitëve dhe shitëve apo mes vehabitëve dhe alevitëve, po është një luftë ku Amerika, perëndimin përgjithësi, mundohen që të largojnë Rusinë dhe influencën e saj nga lindja e mesme. Në anën tjetër Rusia dhe Kina mundohen që të ruajnë bazat e tyre të influencës në lojën e madhe gjeopolitike botërore që bëhet, për të rritur dominancën e dy superfuqive kryesore të botës. Atëherë, për të shtuar diçka ose për dalë pak kundër, nuk, në përgjithësi nuk jemi kundër, jemi aty, por analogjia mes serbëve dhe kroatëve si dy popull njëjtës fe, me të njëjtës gjuhë të parafort, është vërtet janë ashtu, por muslimanët kanë një civilizim.
nuk dallojnë në civilizim as shiitët, as sunitët kanë një civilizim. Në mbar botën muslimanët kanë një civilizim, ndërsa të krishterët kanë ortodoks një civilizim në vete, dhe katolikët kanë një civilizim në vete, dhe protestantët tash me këtë neodemokracia, neoliberalizmi janë të përzijet midis protestantëve dhe shkencave tani më të reja, të dala jashtë skemës të feve. Muslimanët kanë një civilizim, atë duhet të kemi të qartë. Ndërhyrja e vehabitëve tash, nëse do të nxjerrë do një civilizim të ri në të ardhmen nuk e dim, por hë për hë jemi me një civilizim. Duhet pastaj të dallojmë forcat rajonale. U tha se Turqia është forcë rajonale, për mendimin tim Turqia nuk është forcë rajonale. Ka ndikim tek palën në Siri? Po, ka ndikim, por nuk është forcë rajonale. Arabia Saudite nuk është forcë rajonale. Pastaj forcë rajonale në lindjen e mesme mund të quhet Irani, i cili është shtet i pavarur. Përkundër për shembull Turqia është shtet i varur. Arabia Saudite nuk mund të jetë një forcë rajonale, përderisa është e varur për dikujt tjetër drejt për drejt. Forca të lira, sovrane, të pavarura në botë, përveç SBA-ve, janë 4. Franca, Rusia, Kina dhe Irani. Të njohura ndërkombëtarisht, vetëm këto 4 shtete në botë janë të pavarura. Irani, të pavarur, do të thotë nuk janë shtete satelite të një shteti global ose shteti kontinental. Në botë kemi 6 forca. Forca globale, që është SBA-ja, edhe nuk ka tjetër. Pastaj forca kontinentale, që është BE-ja, Rusia, Kina, janë forca kontinentale. Pastaj forca e tretë është rajonale, që është, mund të themi, është Irani, Izraeli, edhe pse një shtet shumë i vogël, por është forcë që ndikon. Ndoshta Izraeli është një shtet në vete, specifik në vete, edhe kjo do të merr shumë kohë, prandaj nuk do të hym me Izraelin. Dhe forca pastaj ka forca shtetërore, që janë republikane për shembull, pastaj janë prefektura dhe lokale. Këto janë forcat, 6 forcat që njihen në botë. Turqia, përderisa qeveria turke është një qeveri satelite, atëherë nuk mund të themi që është një forcë rajonale, që është e pavarur dhe ndikon në rajon. Por është e mvarur edhe ndikon ose lojën e një shteti tjetër, ose shtetin, këtu në këtë rast e kemi të shtetin e SBA-ve, janë në kooperim drejt për drejt, Turqia me SBA-n edhe brenda rajonit. Falë Muhamet, po pse atëre mund ta quajmë Francën që një forcë rajonale dhe jo Turqinë? Se tek e fundit fare edhe Franca është pjesë e NATO-s. Dhe falë kemi parë edhe diçka tjetër në Francë, që me largimin e François Mitterrandit, me ardhjen e Sarkozys, Franca ka humbur pavarësinë e saj. Ajo tashmë është bërë pjesë e trupave të armatosura të NATO-s, nuk është më Franca e kohës së De Gaullit, që i thoshte jo perëndimit. Dhe po të shohim për shembull Atëherë, Franca ka marrë një status të veçantë brenda NATO-s, edhe ajo ka politikat e veta, të cilat ajo kur të hynë në lojë, nuk hynë në lojë për shembull pa e marrën pjesën e tortës. Po edhe Turqia luan politikat e saj. Merr, por jo hynë drejt për drejt. Franca është liruar nga SBA-t, edhe njihet ndërkombëtarisht njihet si shteti sovran i pavarur. Pra nuk ka politika me përjashtim me ardhjen e Sarkozys. Sarkozia bëni disa politika të përbashkëta me perëndimin, por u do të shpejt, nuk e di nëse do të kthehet prapë në politika apo jo, ne nuk e dim atë. Por sido që të jetë, Franca është më e avancuar për gjitha shteteve tjera, edhe se Anglia edhe se shtetet tjera. Brenda NATO-s është një specifik brenda aleancës së NATO-s.
Po, ndoshta, unë për mendimin tim, do thënë, unë mendoj që edhe Turqia në një farë mënyrë është fuqi rajonale, dhe kur interesat e Turqisë preken, për shembull kemi rastin e PKK-s, e organizatave terroriste kurde që kemi sot në Irak. Problemi brendshëm turk nuk është problem rajonal. Por ama kur ata duan e sfidojnë Amerikën kur vjen puna te kurdët apo jo? Për shembull kemi rastet e fundit në Siri. Më shumë mendoj është edhin për propagandë politike, edhe për vjelje të votave, se sa është edhe një lojë vërtet e sinqert, Fuqia serioze rajonale. Tani që Turqia nuk është vend i pavarur sikur Irani, kjo dihet, se për sa kohë një vend është vend antar i NATO-s, nuk goditet, po nuk goditet. Interesi turk nuk goditet ashtu siç goditet për shembull interesi rus, interesi kinez ose interesi iranian në Azi. Nuk këtu kem disa gjëra, për shembull që Irani që nga viti 1992 doli me pretendime rajonale, haptazi, që kur nuk u thirr në konferencën e Madridit, më duket, 1992, atëherë për çështjen e Palestinës. Edhe që aty Irani pastaj ndryshoi politikat dhe filloi të shtrihet në lindjen e mesme, në disa shtete të lindjes së mesme, dhe doli si rezultat doli Hizbullahi dhe doli Hamasi, gjë që këto dyjat nuk ishin, dhe kur u rreziku për shembull drejt për drejt Izraeli nga këto dy grupe shumë të vogla militante, atëherë kemi ndërhyrjen të drejt për drejt për shembull të Amerikës dhe ato çfarë tha për shembull Olsi, ndikimi ose ndërhyrja amerikane brenda lindjes së mesme, erdhi pranvera arabe, e kështu me radhë, edhe ndërhyrja për shembull në Siri, ardhja e vullnetarëve nga e gjithë bota, thuhet se janë mbi 100 shtete apo 100 shtete, nga 100 shtete të botës ka vullnetar në Siri, që themelun me ndihmën e gjandarmërisë ose ushtrisë të Saddam Huseinit, ISIS-in, dhe kjo katrahur të ashtë brenda për brenda që e kemi në Siri, është si rezultat, më rezulton, është si rezultat i daljes në skenë Hizbullahi dhe Hamasi. Këto dy forca kanë bërë që fatkeqësisht të kemi për momentin këtë, por e ardhmja do të shifet. Nuk e di sa... A mund të përshëndrohemi pak, ju më shpjeguat për palët edhe fuqitë e mëdha, a mund të përshëndrohemi tek ISIS-i si një nga palët më të përfolura, si u krijua, çfarë ndikimi ka, pse është kaq i rëndësishëm, pse është klasifikuar si organizatë terroriste, a është vërtet terroriste? Nëse bazohemi ne në analistë amerikanë për brenda Amerikës, të cilët e duan të mirën Amerikës, ata dalin me ide se Amerika është në rënje, ma nuk është superfuqi. Ose ajo është, përderisa nuk ka një tjetër me forca ajo për momentin, por Amerika kulmi i saj ishte deri në vitet 90, dhe shtrirja e Amerikës, se është në politikë për shembull nuk ka vakum, siç nuk ka vakum në hapësirë. Për shembull, o kemi në gotë, o kemi ujë, o kemi ajër. Nëse kemi ujë, nuk ka ajër. Nëse nuk ka ujë, ka ajër. Dhe kështu, për shembull, edhe geopolitika, për shembull, aty ku nuk është një fuqi, është fuqia tjetër. Aty ku nuk është Amerikani, është i Amerikani. Edhe kur kemi rënjen e Bashkimit Sovjetik në vitin 1992, atëherë ishte një farë lloj zbrastine e cila duhej të plotësohej për njëherë, dhe Amerikanët pa në zona të lira, atëherë erdhën në Ballkan, nëpërmjet Kosovës. Edhe ata kishin sfiduar më herët në vitin 1990-91 me Irakun, kishin sfiduar lindjen e mesme, domethënë kishin sfiduar drejt për drejt BRSS-n, Bashkimin Sovjetik, dhe kemi rënjen e Bashkimit Sovjetik, atëherë nga forca
talasonike, do të thonë forcat ujore, tash që njifej Amerika, SBA njifen si forca ujore në botë numër 1 e pazavendësueshme, atëherë këta mendojnë që edhe të futen edhe në tokë, në terra, në tokë të futen, edhe u futën Amerikanët kështu, edhe çfarë kemi analistë amerikanë të cilët thonë shefe kjo është e tepër dhe kjo është edhe në fundi Amerikës. Zgjerimi i tepërt i Amerikës nuk na konvenon neve. Ne do të duhej, që të përqendrohemi brenda Amerikës, do të thonë kufit e sotëm ku janë të Amerikës, jo të zgjarohemi tepër, të japim mundësinë edhe forcave tjera, e jo të jetë vetëm se një forcë botërore, e cila do të ishte xhandar në çdo vend të botës, është një luks i tepërt i hyni, që ne nuk përfitojmë drejt për drejt si popull amerikan, si komb amerikan, por janë interesa të zionistëve. Pse duhet Amerikanët që të jenë pjesë e lojës së zionistëve në botë. Dhe kur ne i kemi këto analistë që na japin neve brenda Amerikës, atëherë themi se doli edhe një lëvizje tjetër, për arsye se kjo rënje u mendu nga ata që mendojnë që duhet jenë xhandartë e botës, këta krijuan ose nxorën në pa 11 shtatore, dolin nga vetë amerikanët, nga vetë zionistët, për të sulmue për të motivuar pjesën tjetër të botës. Edhe këtu kemi daljen në skenë Al-Qaida. Unë në librin tim e kam theksu qartë se Al-Qaida është përbërje amerikane, nuk ka të bëjë fare me islamin dhe muslimanët. Krijim amerikan, nga vetë amerikanët, ka disa senator amerikan, cilët thonë pse botës ne nuk ja tregojmë të vërtetën, pse ne të jemi shkaktar i vrasjeve të miliona njerëzve që po ndodhin sot në lindjet të mesme ose edhe më gjerë në të ardhmen, kur dihet se shkolla e talibanëve ishte një prodhim anglez-amerikan në një qytet pashallër të Pakistanit në kufi me Afganistanin, edhe u dërgua atje Bin Ladeni. Edhe pastaj mori të gatshëm e grupën e këtyre, për shembull, militantëve islamistë, të cilët shkolla i kishte edukuar vetëm në xhihadin islamik militant. Xhihadi është një përfshirje e gjerë. Dhe kur flasim për xhihadin, Muhamedi a.s. thotë se xhihadi me vetveten është shumë herë më i madh se sa xhihadi i një lufte, për shembull, të thjesht klasike, një betejë. Themi talibanët dhe Al-Qaida u përqendruan kryesisht vetëm në xhihadin militant ushtarak. Edhe botës i dhanë një imazh thuja se muslimanët nuk mendojnë gjë tjetër pos luftës klasike, kur kemi ne këta armë shumë të sofistikume, ata preferojnë thikën, të therrin njerëz në fytyrë, dhe kjo është vetëm për ta tmerru botën jo islame, për të menduar se muslimanët që kanë këta që kanë muslimanët. Dhe po bëjnë kërcënim ndërkombëtar. Dhe nga Al-Qaida kemi pastaj grupe të tjera të themeluara që ju mundsu atyre në Siri dhe në Irak. Tani këto grupe të tjera u themeluan sërish nga amerikanët? Shife, absolutisht, maja, kupolla e këtyre është perëndimore, por nuk mund themi që të gjithë luftarët që luftojnë aty janë pro-amerikan apo janë amerikan ose të themeluar. Absolutisht, është ndoshta një përqindje shumë e vogël e komandantëve të tyre që janë pjesë e perëndimit, kurse të tjerët janë viktima. Njerëz që e duan islamin, duan të viktimizohen, duan të vdesin si mujahidin, të vdesin të japin është mendim trush për larë, si thotë jo ose polësia, apo trush për larë, në të kuptimin ata e duan vetë. E duan vetë të vdesin, për shembull, se shumica që kanë shkuar nga vende tjera. Unë mund të them për shembull disa kosovarë, që i njoh që kanë shkuar atje dhe kam dëgjuar tash për njërin që kishte vdek.
jam mundu edhe që ta ndaloj disa herë mos shkon, edhe ai si duket ka marrë instruksione për atë vendin atje, edhe vetja i thoshte që unë du të vdes atje, shketje. Edhe shoku tim i kishte thënë që keni marrë thot atë Muhamedin atë hoxhën atje, do ta ishte shumë i butë, nuk duhet të jetë muslimani, muslimani duhet të jetë. Ai perceptimi i tij si musliman duhet të jetë për shembull, po duhet të jetë në maksimumin 100%, dhe maksimumi i tij është vetëm se lufta. Maksimumi i tij nuk është lapsi. Maksimumi i tij nuk është për shembull thirrja, më kupton, me fjalë të ëmbla të buta për shembull në Islam. Përpjekja për të ndryshuar njerëzit. Përpjekja e tij është vetëm për të pastruar. Vetëm për të pastruar. Ide klasike që për mua personalisht rezultojnë që janë pjesë e perëndimit, kupolla e tyre, edhe kjo çfarë po ndodh sot, mund të them ndoshta 95% të tyre nuk janë, por që udhëhiqen prej personave të cilët mendojnë se janë musliman të mirë. Mirë, ata nuk kanë vetëm thjesht problemin e motivimit për luftë, kanë edhe një lloj sistemi jete. Absolutisht. Nga persona sirianë. Migena është shumë puna. Të Islamit. Më fal, Muhammed. Vetëm edhe këtë. Kemi ne për shembull disa hoxhallar ose disa pjesëtar shqiptar, të cilët na tregojnë se kanë lëkurë dele. Në fakt janë ujq, nga brenda. Edhe kur ata e përkrahnin për shembull shkurin në seri dhe kërkonin për shembull fonde për të dërguar shqiptarët atje, ishin të mirë, nga se fillimisht politika shqiptare ishte pro ndihmës konsideroj luftë e popullit, sirian kundër një diktatori. Pastaj kur dolën Jabhen Nusra dhe kur dolën grupe të tjera për shembull, si atëherë u tërhoqe këtë, por ata hoxhallar për shembull që thrisnin shqiptarët të shkonin atje, tani hiqen se jo nuk kanë folë, jo nuk kanë thënë, jo ne jemi prej tyre, pastaj kërkojnë mbështetje për shembull nga ish politikanë dhe politikanë të tanishëm e kështu me radhë, gjëra që ndoshta nuk e di jashtë vendit që të bisedojmë në këtë temë këtu, në këtë që është kemë temën se Shiko, Muhammed, të ndërhyj pak. Puna është kështu që ky procesi i xhihadizimit të Islamit është një proces që nisi që me ndërhyrjen sovjetike në bashkimin në Afganistan në vitin 1980, si jam gabim. Në atë kohë ne kemi për herë të parë krijimin e grupeve militante xhihadiste, të cilat sponsorizoheshin nga CIA dhe dërgoheshin në Afganistan që të luftonin kundër sovjetëve. Siç është shumë mirë e njohur, Bin Ladini vetë ka qenë një agent amerikan dhe njëri që ishte gjithashtu agenti i shërbimit sekret saudit, dhe Al-Qaida dhe gjithë veprimtariat xhihadiste që u ndërtua në Afganistan u ndërtua me koordinimin e CIA-s dhe me paratë e Mbretërisë e Arabisë Saudite. Në historinë e Islamit, që nga koha e profetit Muhammed deri në kohën e Sultan Abdulhamidit, apo xhonturgjve, xhihadi ka qenë një luftë shtetërore. Domethënë, shtetet muslimane me përgjegjësitë të tyre, kur kishin luftë kundër një padrejtësie, një shtetit huaj e tjerë, ishte shteti ai që i apelonte qytetarëve të tij që të bëjmë xhihad për të mbrojtur vendin tonë, të drejtat tona etj. Pra ishte në rang ushtarak dhe jo në rang civil. Në rang shtetëror. Po çfarë ndodhi me luftën në Afganistan? Meqense lufta në Afganistan ishte një proxy war, apo që në shqip mund quhet një luftë ndërmjet Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik. Nga që amerikanët nuk ndërhynin dot drejt për drejt. Ata çfarë bën? Në bashkëpunim me disa regjime diktatoriale arabe, Egjiptin, Algjerin, Arabinë Saudite, lëshuan shumë kriminal nga burgjet, të cilëve u premtonin liri nëse ata do shkonin të bënin xhihad në Afganistan. Këtu ndërhyn ulemat apo dietarët, siç i quhen ata, të Arabisë Saudite, të cilët u premtonin këtyre xhihadistëve, i thonin nëse ju do shkoni, do vrisni afganët, do vrisni sovjetët e tjerë, do shkonin në xhenet. Me rënien e Bashkimit Sovjetik, kur Afganistani u pushtua nga talibanët, atëherë amerikanët e kuptuan rrezikun e xhihadizmit, derisa pas 11 shtatorit ata ndërhyjnë dhe shkatruan regjimin e talibanëve dhe Al-Qaidën që ishte aty.
Por njëti skenar u përsërit. Ishte pretekst. Ishte pretekst për të futur shtëria amerikane për arsye gjeostrategjike. Ama vetë talibanët që u ndërtuan po ashtu me mbështetjen e amerikanëve ishte e parashikuar nga amerikanët, ndoshta që normalisht u ndërtuan do të bëhet pjesë e një konflikti të ardhshëm dhe absolutisht. Ata u ndërtuan me mbështetjen e CIA-s dhe të Sisit pakistanez, talibanët. Por e njëjti skenar u përsërit edhe në Siri. Kur nisën protestat dhe luftat civile në Siri kundër regjimit të Bashar al-Assadit, amerikanët luajtën të njëjtën lojë, Al Jazeera, CNN, BBC-a, këta mercenarët, këta sandinistat tanë që shkonin nga Ballkani për në Siri, kështu kemi një shembull Radio Evropa e Lirë, i portretizonin si vullnetar, si njerëz që shkonin që po luftonin kundër diktatorit Assad e tjerë. Këtu në Tiranë patëm protesta masive, dua masive nga xhamit kryesore të vendit, ku besimtarët qanin e luteshin për të mbrojtur të drejtat e motrave muslimane në Siri. Pra pati një trushflarje, një indoktrinim masiv. Por çfarë ndodhi? Ishte organizuar kjo apo ndodhi e pa motivuar? Nuk pati, në disa raste pati organizim, por në shumicën e rasteve ishte thjesht vala politike, se qeveria turke, qeveria egjiptiane, sauditët ishin të gjithë në një linjë që duhet ta rrëzonin regjimin Assadit. Ne thjesht imitonim këto shtete. Ne thjesht imitonim shtetet, por edhe donatorët e shumicës së hoxhallarëve tanë që kemi në Shqipërinë, Kosovë dhe Maqedoni. Njerëz domethënë që paguhen nga ambasadat e Arabisë Saudite, nga fondacionet turke, katarase e tjerë, i nxitën besimtarët tanë fukarej që të shkojnë dhe bëhen pjesë e një konflikti që ata nuk e kuptonin. Unë që në vitin 2012-2013 kam nisur që të bëj shkrimet e mia të para nëpër gazeta këtu në Shqipëri, ku i shpjegoja besimtarëve dhe u thoja që lufta në Siri nuk është luftë për Islam, por është luftë e madhe gjeopolitike që ju nuk e kuptonin. Në atë kohë pata edhe shumë kërcënime edhe inate për ato që shkruaja, por problemi me muslimanët është se ata nuk lexojnë histori dhe ata nuk e kuptojnë dot që historia e njerëzimit nuk ndryshohet dot nga këta mercenar vullnetar që bëhen terrorizëm më pas. Organizata si ISIS-i, si Jabhat al-Nusra e tjerë që janë krijuar nga njerëz siç tha Muhamedi, që shumë prej tyre janë njerëz të sinqert, mendojnë se janë duke bërë një heroizëm të madh për fenë e tyre dhe besojnë se do shkojnë në xhenet. Por problemi është që shumë nga këta njerëz nuk e kuptojnë lojën e madhe gjeostrategjike që luhet me ata. Dhe për shembull, ne e pam se si estimatërit që kanë shkuar atje kanë kuptuar. Po, ka shumë që e kanë kuptuar, janë kthyer, ka që i kanë vrarë, ka që nuk i lënë që të kthehen e tjerë. Tani janë këto ligjet në vendet përkatëse që i konsiderojnë i dënojnë pjesëmarrjen në luftën e Sirisë dhe i dënojnë. Të thjesht të kthehen në vendin e tyre. Por duhet të sqaroj edhe diçka, se për shembull unë shoh këtu në Shqipëri që shumë nga hoxhallarët që vetë propagandonin për besimtarë që shkonin bënin xhihad në Siri, tani dalin edhe i denoncojnë ata. Denoncojnë edhe ISIS-in. Mua më ka rënë rasti që kam debatuar me ata dhe i kam thënë, po pse i shani ISIS-in, ata ishin njerëzit tuaj që i quhet vet. Dhe është nda, sipas hoxhallarëve tesh pak po ndërmjet. Është Jabhat al-Nusra, është e mirë. E mendojnë që është e mirë, është e rregullt, por në fakt nuk është ISIS, se ISIS-i tash mori një tjetër konotacion. Prandaj thonë din që ata që janë të Jabhat al-Nusra janë të mirë. Sa janë të mirë në terren, unë personalisht nuk e di. Emri si emër ndoshta ju ka dalën se janë më të mirë se sa ISIS-i dhe ata duhet tash të sjellin një grup tjetër që vërtet kanë mashtruar edhe këta xhallarë. Sa është e sinqert, mbetet në botën tjetër ta. Unë mendoj se dallimi që kanë bërë këta hoxhallarët që paguhen nga Arabia Saudite ndërmjet ISIS-it dhe Jabhat al-Nusrës është se ISIS-i është si një plumë qorr që themi ne në Shqip, do me thënë është një organizat që nuk e komandon dot Amerika me Arabinë Saudite. Ndërsa Jabhat al-Nusra është një organizat terroriste që shpesh ndjek urdhrat dhe diktatet e perëndimit. Ama tek e fundit fare që të dyja janë organizata terroriste, të cilat kanë shkuar, kanë cilë mercenar të huaj dhe kanë djegur dhe kanë shkatruar një vend, që atyre nuk i ka bërë asnjë gjë të keqe. Tani,
shumë nga njerëzit që themeluan këto organizata, si ISIS-in e tjerë, janë njerëz që kanë qenë viktima të imperializmit amerikan. Le të marrim shembullin e Abu Bakr al-Baghdadit. Ka qenë njëri që është torturuar në si quhej burgu Abu Ghraib, njerëz që kanë parë shumë të merrë me sy nga pushtimi amerikan e tjerë. Problemi është që këta njerëz ose janë trushplar ose janë të çmendur, shumë nga ata janë psikopat, nuk janë në rregull nga trut, dhe kanë krijuar organizata të këtilla monstruoze, në emër të cilëve ata bëjnë krime kundër popullit sirian, kundër grupeve dhe Islamin e kanë të kufizuar. Dhe janë shumë ignorant. Islamin e kanë të kufizuar, siç thot Muhamedi, dhe janë njerëz që po kryejnë një turp shumë të madh dhe po diskreditojnë, domethënë. Atëherë ju vetë po më thoni për rolin e fuqive në këtë luftë, fuqive të mëdha, kështu që nuk mund të themi që këta personazhe pas kanë aq shumë fuqi sa duke qenë dhe psikopat apo me çrregullime të tjera apo duke qenë të paqartë për vetë rolin e tyre në këtë luftë, pas kanë fuqi të vazhdojnë apo të ndalojnë luftën. Me siguri është dikush tjetër pas tyre apo? Absolutisht. Që ka interes që ata të sillen kështu, ta dëmtojnë Islamin me veprën e tyre. Ata sikur mos kishin ndihmën nga jashtë, ata do të shuheshin shumë shpejt. Nëse ata kanë armë të sofistikume, ndoshta nuk kanë municion aq sa të qëndrojnë vite të tëra. Pikërisht, ka një mbështetje. Edhe dikush je dërgon atyre. Unë në për lajme në gjus arabe kam pa disa herë për shembull aeroplanat amerikan në vend se t'ju dërgonin ndihma popujve tjerë, ndihmat i zbreshin ISIS, edhe një herë pranun Amerikanë se gabun, për s'dyti gabun, po 5-6 herë 10 herë nuk gabojnë. Jo vetëm një herë, po edhe tani por 10 herë gabimin. Muhamet, kemi edhe tani me ndërhyrjen e Rusisë në konflikt, kur Rusia po bombarton bazat e ISIS-it, ne kemi senator si John McCain, po thonë Rusia po godet aleatët tanë. Kush janë aleatët tanë? ISIS-i. Aleatët tanë tash kanë nxjerrën aleatët tanë janë terroristët e moderuar që i quajnë Putin, janë çlirimtarët. Çlirimtarët. Për shembull, është ushtria çlirimtare e Sirisë, opozita që ishte, gjë që themi për shembull se shife, jo edhe qeveria siriane është për të lavdëruar. Për shembull, Bashar al-Assadi nuk ka pasur një polici për ta mbajtur rendin brenda shtetit të vet. Dhe gabimi ishte aty në fillim, aty filloi. Bashar al-Assadi kishte një ushtri të fuqishme, e cila goditi popullin e vet të parmatosur kur ata dilnin në protesta paqësore. Në fillim të pranverës arabe. Edhe sikur të kishin një polici të sofistikuar, atëherë ndoshta do të shpërndaheshin janë ato format, por ai godiste për shembull drejt për drejt me pluma të vërtet ose me predha. Edhe për shpërndarjen e grupës, edhe kur u pa se kjo masakër po bëhet nga vetë presidenti. Jo nga vetë presidenti, por nga trupat e tjera. Nga trupat shtetërore. Nga trupat që duhet të garantojë. Se vetë Bashar al-Assadi ka pranuar që ka thënë ne kemi bërë shumë gabime kur fit. Ngeli fajt se ai që në fillim për shembull nuk ka kriju për shembull një trup policor. Po. Nuk ka kriju. Edhe kjo ishte gabimi i tij, e ka pranuar, edhe ai e ka pranuar vërtet, por që doli për shembull nga binarët. Po mirë, ndoshta këtu është momenti t'ju pyes, ku është OKB-ja në këtë rast? OKB-ja. OKB-ja është një organizatë ndërkombëtare që i shërben 5 shteteve të mëdha. Ata vetëm që kanë drejtën e vetës, në shumë të rasteve vetëm shteteve të perëndimit, pa Kinën dhe pa Rusinë. Rusia shpeshherë është thy brenda OKB-s nga presioni i madh i shëbave që i është bërë Rusisë për shkak të gjendjes ekonomike të dobët të Bashkimit Sovjetik të atëhershëm dhe të Rusisë në fillim, dhe tash kemi një Rusi e cila ka pretendime që nga viti 2008 me daljen skenë të Abkhazisë në Gjeorgji, atëherë Rusia pa që perëndimi nuk është ai perëndim i 2001-shës, që filloi
me hapa të shpejt të hynë brenda territorit të influencave ruse ose të ish bashkimit sovjetik. Dhe 2008 filloi një histori tjetër. Të kemi një pasqyrë tjetër, një Rusi e cila ka pretendime, hegemonia ruse ma veç është prezente, dhe kemi pastaj Krimen, pastaj kemi Ukrainën, e kemi gishtin ndaj shteteve baltike, e kështu me radhë, dhe tash ndërhyrja drejt për drejt në Siri e ushtrisë ruse, flet shumë, dhe në rast se do të plotësohet teoria e Imran Huseinit edhe e këtij Samuel Huntingtonit, atëherë afrimi kaq afër i dy ushtrive, për shembull, një fuqisë globale dhe fuqisë kontinentale, edhe mund të ketë ndonjë përplasje. Uroj dhe lut Zotin që mos të ketë, edhe të jenë të vetëdijshëm, se ne tash kemi me 10.000 koka bërthamore në disa shtete, që 97% thuhet i kanë në dorë, për shembull SBA-ja dhe Rusia, shtetet tjera kanë shumë pak, por gjithsesi kanë armatim dhe potencial bërthamor, mendohet që janë mbi 30.000 raketa me mbushje bërthamore, dhe më e vogla është shkatrimtare, kështu që bota nuk do të ishte edhe nuk mendohet, më kupton, kjo botë që mund të ketë gjallëri në rast se eventualisht do të bëhet ajo çfarë mendon Imran Husseini edhe Samuel Huntingtoni. Besoj që arsyeja njerëzore do të fiton. Morali njerëzor do të jetë mbi këto fuqit zioniste edhe Samuel Huntington e kështu me radhë, edhe unë mbylli ndoshta këtu me thënien, duke një lutje të bëj te Allahu xhelle shanuhu, që ummeti musliman fillimisht ta kupton se është një ummet, mendimet ndryshe brenda ummetit musliman është një mëshirë prej Zotit për të avancuar njerëzit, duhet të jemi konstruktiv, jo destruktiv në mendimet ndryshe që i kemi. Kur ne do t'i thrasim mendjes konstruktive, besoj që popujt, të cilët janë të nënshtruar nga këto rrymë, qoftë duke filluar nga SBA-ja dhe të tjera qeveri, do të fitojnë brenda tyre dhe do të ndryshon situata krejtësisht. Prapë do të kemi unë mendoj që do të kemi një rikthim, nuk do të kemi një Armagedon, nuk do ta përjetojmë Armagedonin ne, nuk e mendoj fare. Ajo ndoshta është shumë larg në synin tonë, edhe pse çdo e ardhme është shumë afër, po nga ne është shumë larg. Ne vetëm mund të analizojmë çfarë po ndodh, se çfarë do ndodh pastaj ajo mbetet mister. Normalisht, po uroj që këto dy ushtri që janë afru kaq afër në Siri, ushtria amerikane, dhe ndoshta Obama tash po e shohim edhe është i paqartë. Vendimet e Obamës nuk janë të qarta. Kur aviacioni rus është prezent në Siri, Amerikanët thonë që ne do të dërgojmë trupa speciale dhe fillon me 50 trupa speciale do të dërgojnë në Siri. Është një lojë që më kujton Vietnamin. Amerika sa u fut në Vietnam me një ushtri shumë të vogël dhe mbaroi me gjysmë milion ushtar në Vietnam, por zërat e mbrëmshëm në Amerikë bën që të fitojnë zëri i arsyes edhe lufta u ndërprej. Uroj që të përsëritet ky zëri i arsyes në SBA, në Evropë edhe shtete tjera, edhe të fiton e drejta edhe moralin njerëzor. Doktor Olsi, nëse keni diçka për të shtuar? Situata është e keqe, ne po shohim sot që lufta në Siri është nga luftat më të tmerrshme të shekullit të 21.
kemi parë se si pothuajse gjysma e popullatës është kthyer në refugjate, është larguar nga vendi i saj. Po shohim për ditë nëpër Ballkan se si qindra mijëra sirian, fëmijë të vegjël, gra, pleq, fëmijë janë duke marshuar drejt Evropës që të gjejnë një strehim që të mbijetojnë. Siria vetë është kthyer në një ferr ku avionët amerikan, rus, organizatat e ndryshme terroriste, grupet ndërluftuese e kanë kthyer vendin në skëter. Kjo që po ndodh sot në Siri, në shkrimet e shenjta të profetit Muhammed në thënjet e tij, është parashikuar, domethënë që popujt e Shamit do të vriten edhe do të zhduken në masë. Njerëzit që lexojnë shkrimet e shenjta, Biblën, Kuranin, hadithet e profetit Muhammed, këta protestantët evangjelistë besojnë në skenare nga më të ndryshmet, krijimin e Armagedoni, luftrave katastrofike, krijimin e një Izraeli të madh, i cili do shtrihet nga lumi Nil deri në Eufrat. Nëse dikush, siç edhe Muhamedi përmendi, e shikon këtë që po ndodh sot në lindjen e mesme dhe në veçantë në Siri, me shikimin që sheh një hoxh nga Trinidad Tobago, Imran Hussein, të krijohet përshtypja sikur jemi duke jetuar në fundin e kohës. Ajo që arabët i bën vetes tyre, muslimanët i bën vetes tyre, armiku i tyre Izraeli nuk do t'ua bënte dot kurrë, nuk ishte kurrë fuqi që t'ua bënte. Në anën tjetër, po kemi një përplasje të madhe në shkallë globale ndërmjet dy superfuqive nukleare të botës, Amerikës edhe Rusisë. Shqipëria sot, për fatin e keq, është pjesë e NATO-s, siç ishim një kohë pjesë e Traktatit të Varshavës. Dhe Allahu na ruaj, po nëse ndodh një luftë botërore, edhe Shqipëria do të jetë që do të goditet. Situata duket shumë e keqe, shumë e tensionuar. Lufta që bëhet sot në Siri është një proxy war, një luftë ndërmjet Amerikës dhe Rusisë. Qarqet kapitaliste amerikane janë të tërbuara në maksimum për shtrimin e sundimit të tyre në nivel global. Ne shohim edhe këtu në Shqipëri se si shteti ynë, apo edhe në Kosovë, kanë ndryshuar totalisht nga ato që kishim vite më parë. Njerëzit po humbin pasuritë e tyre, po varfërohen, po sklavërizohen nga bankat, nga fajdet që kapitalizmi perëndimor sjell. Në anën tjetër shohim eksode masive emigrantësh, ku ndër tjera kemi edhe me mijëra shqiptarë që po lejnë Shqipërinë dhe po shkojnë perëndim e që këtu nuk kanë bukë të hanë. Situata duket shumë kritike, duket sikur jemi në pragun e një lufte botërore, por janë sërish fuqitë e mëdha, në rastin ton rusët dhe amerikanët, ata që do vendosin për të ardhmen e botës. Për muslimanët, unë do doja të përsërisja atë që them që në vitin 2012, që ne duhet lutemi për paqe dhe jo për luftë. Lufta është shkatërrimtare, lufta është armik i progresit dhe i qytetërimit. Muslimanët me atë që apo më saktë arabët me atë që po i bëjnë vetes tyre, që nga Tunizia, Libia, Egjipti, Jemeni, Siria, janë thjesht duke shkatruar vetët e tyre dhe qytetërimin e tyre. Zoti nuk e solli Islamin si ideologji lufte, por e solli si mëshirë për njerëzimin. Ama për fatin ton të keq, sot Islami është marrë peng nga disa regjime kriminale diktatoriale, si ai i Arabisë Saudite dhe disa të tjerë, të cilët Emiratet Arabe të tjerë, të cilët legjitimojnë krimet e tyre në emër të fesë. Edhe nuk ka krim më të madh se sa ai që bëhet në emër të Zotit. Nuk ka blasfemi më të madhe se sa kur dikush vret dikë përpara kamerës dhe përmend emrin e Zotit. Zoti nuk e do dhunën, Zoti nuk e do që njeriu
t'ia marrë jetën njeriut. Zoti e solli Islamin si mëshirë për qenie njerëzore dhe jo si krim. Por ja që jetojmë kohë të tilla kur shejtani është bërë hoxh dhe i çon njerëzit për në rrugën e xhehenemit. Duke ju falenderuar për çka thatë sot dhe kontribuat me dijen tuaj, duke shpresuar në qartësimin e kësaj situate dhe për personat që do të shikojnë të emision, kemi mbritur në fund nga unë Medina Balla. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Aleikum salam. Aleikum salam.